14 foshnja humbën jetën brenda një spitali dhe ajo që ndodhi në minutat e para të zjarrit po ngre shumë pikpyetje. Një zjarr tragjik ka përfshirë repartin e maternitetit në spitalin PIMS në Islamabad të Pakistanit, duke shkaktuar një tragjedi të rëndë. Në atë moment, brenda repartit ndodheshin 15 foshnje të posalindura. Vetëm njëra prej tyre arriti të shpëtojë. Sipas informacioneve të raportuara deri tani, zjarri dyshohet se ka nisur në një njësi të ajrit të kondicionuar në katin e tretë të repartit, ku qëndronin nënat dhe foshnjat. Por problemi nuk ishte vetëm flaka. Tymi u përhap me shpejtësi në hapësirat ku ndodheshin të posalindurit dhe pikërisht këtu nis një nga pjesët më të dhimbshme të kësaj ngjarjeje. Disa prindër kanë ngritur dyshime për mënyrën se si është reaguar ndaj zjarrit dhe për kohën që është dashur për evakuimin e foshnjave. Sipas dëshmive të raportuara, disa prindër kanë thënë se kanë pritur për orë të tëra për ndërhyrjen e ekipeve të shpëtimit. Një nën madje ka pretenduar se dera e repartit ishte e thyer në momentin ku shpërtheu zjarri. Por drejtuesja ekzekutive e spitalit e ka kundërshtuar këtë version. Ajo ka deklaruar se dera nuk ishte e mbyllur dhe se në repart kishte staf të pranishëm. Sipas saj, kontrolli i hyrjes në këtë pjesë të spitalit bëhet edhe për arsye sigurie, përfshirë rastet e mëparshme të vjedhjes së foshnjave në spitale shtetërore. Pra tani janë disa pyetje që autoritetet duhet t'u japin përgjigje. Si nisi saktësisht zjarri? A ishte shkaku një defekt në sistemin e ajrit të kondicionuar? A funksionuan siç duhet procedurat e emergjencës? Dhe mbi të gjitha, a mund të ishin shpëtuar më shumë foshnja? Këto janë pikërisht çështjet që tashmë janë pjesë e hetimit. Autoritetet po përpiqen të përcaktojnë jo vetëm shkakun e zjarrit, por edhe nëse ndonjë problem me reagimin apo evakuimin ka ndikuar në përmasa tragjike të kësaj ngjarjeje. 14 foshnja humbën jetën në një vend ku duhej të ishin më të sigurta, në një spital. Tashmë pritet që hetimi të tregojë se çfarë ndodhi realisht në ato momente dhe nëse tragjedia mund të ishte parandaluar.